Arsimin profesional përgatitemi për të qenë praktik, të saktë dhe të gatshëm për tregun e punës. Sot vendi ynë ka nevojë për profesionistë që dinë të punojnë me sisteme, rrjete dhe teknologji, jo vetëm për t'i kuptuar ato, por edhe për t'i mbajtur funksionale dhe të sigurta. Kjo maraton, organizuar nga AKSK, ishte një mundësi shtesë për të parë nga afër se ku kërkohen dhe ku implementohen këto situata në jetën reale. Kjo përvojë ma përforcoi bindjen se mbrojtja e hapësirës digjitale kërkon të njëjtin seriozitet dhe përgatitje si çdo detyrë tjetër që lidhet me sigurinë e vendit. Si student të universiteti, kjo maraton ishte një hap i drejt drejt botës reale të sigurisë kibernetike. Ishte një mundësi për të qenë pjesë e një procesi ku kërkohen dije, përgatitje dhe përgjegjësi. Pjesëmarrja në këtë aktivitet tregoi se roli i ne studentëve është i rëndësishëm në ndërtimin e kapaciteteve të reja në këtë fushë. Ne ishim rreth 100 vajza dhe gra që erdhëm nga sektor, nivele dhe përvoja të ndryshme, por u bashkuam nga një interes për sigurinë kibernetike. Në çdo sfidë, secila prej nesh theu një barrierë në një fushë që është shpesh e dominuar nga meshkujt, duke forcuar vetbesimin dhe duke kuptuar se vajzat dhe gratë mund të jenë faqe teknike, analitike dhe të afta sa kushdo tjetër. Fusha e cyber security gjithmonë më ka tërhequr. Është një fushë që mua më pëlqen shumë. Maratona speciale e sigurisë kibernetike është një përvojë shumë e bukur për mua, duke parë që pse jo mund të më jepet mundësia për ta zhvilluar dhe për ta pasur akoma më pasion për ta ndjekur këtë fushë. Iniciativa si kjo, Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, krijojnë ura lidhëse mes edukimit universitar dhe nevojave reale e praktike të sigurisë kibernetike.